Mirë, të rikthyer tani në studio me profesoreshën e Kolegjit Evropës, me Odeta Barbullushin, për të folur për disa çështje që edhe ne jemi bërë nga pak ekspert në media. Faleminderit për kohën. Dhe kur po thosha çështje që edhe ne e njohim pak më mirë, flasim për integrimin. Integrimi 2030 është një kryefjalë, ishte një kryefjalë e fushatës elektorale. U ezaurua plotësisht edhe nga politika, si thuash, se çfarë do të ndodh në këtë 5 vjeçar, në këtë rrugë sfiduese të Shqipërisë. Megjithatë, po ta përkthejmë në terma konkret. Çfarë ka ndodhur deri në këto momente, pra, dhe kjo ecuri e shpejtë e hapjes së këtyre grup kapitujve, a është domethënë se në të vërtetë që edhe në terren po bëhet një punë shumë e mirë? Faleminderit pikëparë për ftesën, sepse kjo është hera 4 që unë vi në një harë kohor më pak se 6 muaj, diçka, jo, ndoshta 8 muaj, që nga në hapja në fakt e grup kapitullit të parë në tetor të vitit të kaluar të negociatave me Bashkimin Evropian, dhe deri sot ne kemi 4 grup kapitujsh të hapur, që është në fakt një ritëm i pa precedent, po ta shohim kështu përpara, po ta krahasojmë edhe me proceset e tjera. Do të thënë që në 4 muaj të ardhshëm do vishte 4 herë të tjerë. Shpresoj që të kemi për të njëjtin ritëm dhe të ruhet të njëjtin ritëm edhe nga ana Bashkimi që lidhet me ecuritë, si po hapen grup kapitujt, po. Dhe ne patëm vetëm para një jave, diçka pak me 22 maj, hapjen e grup kapitullit të tretë, që përfshin konkurrueshmërinë dhe rritjen e gjithëpërfshirëse ekonomike, dhe kjo vijonte dhe hapjen e kapitullit në tetor që u referova grup kapitullit të parë, që është i themelorët, më i rëndësishmi, vijuar pastaj edhe me, po themi, me hapjen e grup kapitujve të tjerë, dhe unë mendoj që kjo reflekton patjetër 2 aspekte. Aspekti i parë është ai politik. Unë mendoj dhe kam thënë këtu përpara dhe në tetor të vitit kaluar që sidomos në kontekstin e ri gjeopolitik të krijuar nga lufta në Ukrainë, ka pasur një lloj ndërgjegjësimi edhe nga ana Bashkimit Evropian që duhet të ofrojmë diçka më shumë për Ballkanin Perëndimor, nuk mund të ecet njësoj, business as usual bëjmë sikur vazhdojmë nga ana teknike me hapje kapitujsh, por në fakt nuk ka një akselerim për shpejtim të mirëfill dhe një vullnet politik. Pra ne e shohim të ndërgjegjësim dhe kjo reflektohet si me përshpejtimin e politikës së zgjerimit, po ashtu mendoj edhe me instrumenta të ri, instrumenti që ne ndoshta kemi folur më shumë për të është ai që është plani i rritjes, reformave dhe rritjes për Ballkanin Perëndimor, pikërisht që ofron një perspektivë rritje të instrumentave financiare për Ballkanin Perëndimor. Nga ana tjetër, unë mendoj që në Ballkan vetëm Shqipëria dhe Malizin fakt e kanë kuptuar shumë qartë rëndësinë e këtij momenti gjeopolitik dhe kësaj dritare që nuk do rri për shumë kohë hapur. Mendoj ky është momenti. Sepse po ecin me ritme të shpejta dhe po realizojnë gjitha reformat që janë vendosur. Dhe kjo patjetër mendoj që tregon një vullnet politik, si nga ana jon, ashtu po i krahasoj edhe në rang pak rajonal me Malezi, për të ecur, për të përshpejtuar reformat, për të bërë gati, si thua, edhe në lidhje me ngritjen e kapaciteteve, në lidhje me ngritjen e ekspertizës, për të përafruar kuadrin ligjor dhe ato rregullator, dhe pikërisht për të shkuar te ky moment që ne pam para disa ditësh për hapjen e gati 9 kapitujve, jo gati për 9 kapituj që lidhen me grup kapitullin e tretë. Nga ana tjetër, kjo reflektohet pastaj pikërisht edhe me ato që pyetët ju, me përgatitjen teknike, mendoj që reflekton në mirëfilli një mobilizim në shumë nivele të administratës publike në Shqipëri, pikërisht për përgatitjen për këtë moment dhe vazhdimin e kësaj pune. Është premtuar tashmë që janë dhe 2 grup kapitujt e tjerë, që janë grup kapitulli 4 dhe 5, që kanë ngelur akoma. Është e vërtetë zona Barbullushi që ne tani, si thuash, administrata që punon pikërisht për realizimin dhe punën e këtyre teknikët të këtyre grup kapitujve u specializua mirëfilli. Pra nëse në fillim edhe ne kishim nevojë për një, po themi, specializim teknik mbase, tani kemi të bëjmë me një panoramë më të plotë edhe të gjithë proceset. Po, mendoj që keni drejt një farë mënyrë, sepse në momentin që një vend fillon negociatat dhe fillon punën e mirëfillt për përafrimin e legjislacionit dhe pastaj për analizë, fillimisht për hapjen e parë analiza legjislacionit dhe përgatitjes, po ku është gjendjes secilit vend dhe pastaj kur ulet në tavolinë për të negociuar, unë mendoj që edhe vetë administrata publike është një moment pjekurie, një moment të ri pjekurie dhe një moment të ri përgatitje. Thënë këtë, përveç kësaj, ne
kemi edhe faktin që ka një numër të konsiderueshëm ekspertësh që kanë ndihmuar. Shqipëria ka marrë për fusha të ndryshme të politikë bërës dhe për kapituj të ndryshëm, ka marrë në fakt ekspertizë nga vende të ndryshme antarë dhe nga Komisioni Evropian. Dhe unë mendoj që edhe nga ana Komisionit Evropian dhe Bashkimit Evropian janë vënë në dispozicion më shumë instrumenta, si për ekspertizën dhe për ngritjen e kapaciteteve për administratën shqiptare. Pra dhe ata ne kanë lehtësuar, si thua, punën, nuk është se ne kanë lënë derë këta grup kapituj, punoni tani dhe... Unë mendoja, do të thoja në përgjigje të kërkesave të vazhdueshme dhe këmbgulëse të vendeve anëtare, në këtë rast Shqipërisë, për të pasur më shumë ekspertizë, për të pasur më shumë burime, për të ngritur kapacitetet, për të përgjigjur këtij fluksit madh dhe këtij volumit madh pune. Do t'i pyes për një çështje që është shumë kurioze. Në fakt, kryeministri Rama në komunitetin politik evropian që u mbajt në Shqipëri, nënvizoi në më shumë se një rast si Shqipëria është një vend që ka një përqindje shumë të lartë të qytetarëve që e duan integrimin në Bashkimin Evropian. Përmendim fakt edhe në konferencën me presidentin Macron. A na shohin strukturat e institucioneve të Bashkimit Evropian edhe këtë dashuri që ne kemi për procesin e integrimit, për tu antarësuar, që mbase nuk e kanë dhe shumë shtete që janë kandidata, po që dhe që janë brenda Unionit që mund të kenë dhe pak kënaqësi me vetë Unionin. A është edhe ky një moment që na faciliton situatën? Një opinion publik pozitiv dhe një entuziazm i këtij niveli që shohim Shqipëri akoma për integrimin evropian është një faktor jashtëzakonisht pozitiv, si në këtë fazë që në momentin që vendi po negocion antarësimin, po edhe në po themi në metrat e fundit, në kilometrat e fundit, që do jenë pastaj momenti i ratifikimit nga parlamentet e vendeve anëtare kështu me radhë. Pra deri në momentin e antarësimit është shumë i rëndësishëm. Po aq e rëndësishëm mendoj si faktor është edhe për atë nivelin po themi brendësimit nga ana administratës publike, pra njerëzve specialistëve që punojnë për ditë me këtë dosje, për ta brendësuar procesin, jo për ta parë si diçka të jashtëm që po ndodh edhe po imponohet, si më thënë, nga BE-ja. Dhe unë mendoj kjo do jetë shumë e rëndësishme për zbatimin, implementimin në praktikë. Thënë këtë për t'ju kthyer samitit Komunitetit Politik Evropian, unë mendoj që Shqipëria në fakt kjo ishte edhe ana më pozitive e këtij samiti në krahasim me samitet e mëparshme, sepse tregoi një histori, një narrativ pozitive në lidhje me Evropën, lidhje me integrimin, po them me Evropën, duke krijuar, po themi, një narrativ shumë optimiste në lidhje me Evropën. Dhe nuk është diçka që e shihni kudo sot, edhe në vendet anëtare, edhe në vendet evropiane. Ndjen dhe liderët ishin pranë. Edhe mendoj kjo ishte një plus i madh për këtë samit, sepse liderët e vendeve anëtare erdhën dhe morën një, si thua, një energji të re, pikërisht nga një vend i cili nuk është akoma anëtar. Thënë këtë, përveç kësaj, për Erdogani, se nuk ka lidhje me procesin me BE-n, po Erdogani shkoi në Turqi dhe ju tha nxënësve të një shkolle që shikoni se sa bukur organizuan në Shqipëri këtë samitin. Do të thosha që ikën në një ndjesi pozitive të... Por këtë e kanë thënë dhe për samitet të tjera, patjetër. Ky ishte kulminacion, mendoj se kishim numrin më të madh të delegacioneve të huaja në Tiranë dhe në fakt ka krijuar një feedback, mendoj shumë të mirë, e ka vënë Shqipëri ose një përshtypje shumë të mirë, e ka vënë Shqipërinë si thosh në atë hartën mendore të shumë vendeve, dhe jo vetëm të liderave, por edhe të mediave dhe të opinionit publik të shumë vendeve. Kështu në kuptimin e diplomacisë publike ka qenë një plus, një kontribut shumë i mirë. Nga ana tjetër shtoja dhe këtë, që ndoshta një prej kontributeve të këtij samiti, përveç asaj çfarë bën, po themi, komuniteti politik evropian, edhe në samite tjera, që krijon një platformë për ndërveprim diplomatik, ndoshta edhe për negocim jo formal të çështjeve që lidhen me sigurinë e tjera kështu me radhë, unë mendoj që një plus i madh ishte që në fakt çështjen e sigurisë evropiane, ose temën e sigurisë evropiane, nuk e la vetëm të përqendruar te çështja e investimeve në mbrojtje, ose në, po themi, në aspektin tradicional të sigurisë. Gjë që e gjejmë sot në të gjitha diskurin, po themi, të leadershipit dhe të vendeve anëtare. Duhet investojmë më shumë, duhet forcojmë kapacitete të tjera. Por ndau dhe përqendrohu në sigurinë si institucione demokratike, sigurinë si ekonomi, pra tregu i përbashkët dhe konkurrueshmëria, që lidhet ngushtë me ato që po diskutoja në lidhje edhe me hapjen e kapitujve 3 që janë me grup që lidhen me grup kapitullin e 3, dhe tjetra është siguria si kapital njerëzor, pra si rini, arsim, inovacion, industri e kështu me radhë. Pse them që kjo është e rëndësishme, sepse
Shqipëria edhe me organizimin e summitit tregoi që Ballkani Perëndimor mund të jetë kontribues në sigurinë evropiane. Por Evropa nuk ose Bashkimi Evropian për ta ngushtuar pak fokusin, nuk duhet përqendrohet vetëm në diskutimin për mbrojtje dhe investimet në mbrojtje, duke humbur kështu atë çfarë është, si thosh, nisheja ose pika më fort e saj, dhe pika me të cilën mund të transformojë vende tjera, që janë pikërisht institucione demokratike, që janë pikërisht përfshirja ose integrimi i vendeve në tregun e përbashkët dhe kapitalin njerëzor. Meqense jemi në këtë, po themi, në këtë diskur, a është në presion Bashkimi Evropian në procesin e zgjerimit nisur dhe nga gjeopolitikat në ndryshim mes tyre, për shembull, edhe konflikt, lufta mes Rusisë dhe Ukrainës? Unë nuk të përdorja ndoshta fjalën presion, por sigurisht unë mendoj që Bashkimi Evropian ka nevojë të tregojë që mund të veprojë si një aktor sigurie, ku ka solidaritet, ku ka kohezion mes vendeve dhe ku ka një përafrim edhe të qasjeve për sa i përket sigurisë dhe marrëdhënieve me të tjerë. Dhe në këtë sens, unë mendoj të punuarit më ngushtë me Ballkanin Perëndimor, sidomos në fushën e lëmën e sigurisë, është e rëndësishme. Së dyti, unë mendoj që nga 2022 ne kemi dëgjuar shumë shpesh këtë retorikën që ky është momentum për politikën e zgjerimit, është momentum, tani jemi në 2025. Nuk mund të flitet më për momentum nëse nuk kemi në fakt hapa konkret pozitiv. Dhe në këtë sens, unë mendoj që Bashkimi Evropian ka nevojë të tregojë sukses, të tregojë, të japë shenja dhe demonstrojë që mund të ketë sukses në politikën e zgjerimit, kryesisht me Shqipërinë dhe Malin e Zi. Dhe e kemi thënë shpesh edhe në këtë studio kur jam ftuar herë të tjera, është që nëse Bashkimi Evropian nuk mund ta tregojë këtë fuqi të saj të tijen si bashkim në mashkull në Ballkanin Perëndimor, shumë e vështirë ta tregoj në vendet po themi partneritetit lindor, siç janë Ukraina apo Moldavia. Ju jeni një ekspert e këtij procesi dhe meqense e njihni mirë, cilat janë kriteret më vendimtare në këtë fazë që ndodhet Shqipëria? Për të kthyer sërish në fakt pyetjes parë, që është kombinimi i faktorëve politik dhe teknik. Domethënë këta nuk ndahen asnjëherë, ecë gjithmonë bashkë. Unë nuk mendoj që ndahen dot, sepse është e rëndësishme deri në momentin e fundit që vendi kandidat të tregoj vullnet politik. Dhe kur them vullnet politik, ky vullnet politik pastaj përkthehet në strategji, përkthehet në politika, përkthehet në hapa që lidhen me përafrimin ligjor, rregullator e kështu. Së dyti, jo, unë mendoj për shembull po ta shohim edhe grup kapitullin e fundit, po të shohim që lidhen në fakt që lidhet me aspekte kryesore të transformimit social-ekonomik të vendit. Politika industriale, politikat e punësimit, krijimin e një krahu punëtor më të kualifikuar, konkurrueshmërinë, shoqërinë e informacionit, bashkimin doganor, për të mos përmendur pastaj edhe dy kapituj që për mua janë shumë themelor për sa i përket krijimit të kapitalit njerëzor, të konkurrueshëm me atë në Bashkimin Evropian, që janë arsimi, kultura dhe kërkimi shkencor. Dhe unë mendoj, po ta shohim gamën e gjithë këtyre kapitujve dhe masat që duhet bëjë Shqipëria, patjetër që ky do ketë efekt transformues në ekonominë dhe në shoqërinë shqiptare. Dhe këtu ndërthuan, siç e thash, dhe vullneti politik, me përgatitjen, me kriteret teknike. Thënë këtë nga ana tjetër, unë mendoj që është e rëndësishme që edhe nga ana Bashkimit Evropian vendet anëtare duhet të tregojnë të njëjtin, po themi, ndjeshmëri, të njëjtin ndërgjegjësim, siç e thash në fillim nga ana BE-s si etër, sa rëndësishme është Ballkani Perëndimor për ta në këtë moment. Dhe shpresoj shumë që ky proces mos të politizohet deri në momentin e fundit, mos të merret peng, e thën pak më ashpër nga ndonjë vend antar, dhe unë mendoj është e rëndësishme që ky diskutim, ky diskur që ne kemi në Shqipëri për momentin, që po e zhvillojmë dhe këtu në lidhje me këtë moment për shpejtimi, këtë moment mobilizimi, ta shohim pak edhe në vendet anëtare, që unë nuk e dëgjoj atë shumë. Ne kemi edhe në Kolegjin e Evropës, ne ftojmë shpesh ministrat jashtëm, ministra për Evropën, lidera që janë nga vendet e Bashkimit Evropian, ose po themi përfaqësues shoqërisë civile apo të medias nga vendet e Ballkanit të Bashkimit Evropian, dhe nuk e ndjejmë që njëjta retorikë është atje, që do thotë nuk e ndjejmë se secili komunikojnë që kjo në fakt do bëhet, shikon atë interesin e vet. Patjetër, por nëse flasim pastaj kur
ky proces të afrohet drejt hapave të fundit, do kemi nevojë që edhe opinioni publik i vendeve të jetë i përgatitur për këtë hap. Flitet shpesh që një nga kriteret politike mund të atësënojë procesin, për shembull edhe për të mos kaluar në pjesën e po themi qasjes që forcat politike kanë me njëra tjetrën në Shqipëri. Po a mundet që për shembull një konflikt i acaruar politik apo një situatë politike e tensionuar të ndikojë tek faktori politik apo si ndërlidhet ky faktori politik? Faktori politik është rëndësishëm për t'ju referuar asaj që e filluat rubrikën lidhje polarizimi politik është përmendur tradicionalisht në Shqipëri, si para zgjedhjeve, si pas zgjedhjeve dhe në raportet e progresit të Komisionit Evropian dhe prandaj dhe unë kot thuhet ajo që kur flasim për proces të integrimit, të gjithë aktorët duhet përfshihen dhe duhet kenë një ndjenjë, po themi, pronësie mbi këtë proces, që janë të përfshirë dhe kjo është në të mirë të gjithë vendit. Nuk mund ta bëj vetëm ekzekutivi, megjithëse sigurisht që detyrat e shtëpisë i kërkojnë ekzekutivit për t'i plotësuar. Pra, të gjithë aktorëve përfshi këtë opozitën, përfshi parlamentin, përfshi gjyqësorin dhe kështu me radhë që ne kemi diskutuar. Unë shpresoj shumë që ne mos kemi një problematik që çon në një, po themi, cënim të procesit, pra cënim të institucioneve, këto do ishin disa, po themi, prej gjërave që mund ta cënojnë proces, nuk e pres një gjë të tillë. Në rastin e vendeve të tjera në rajon, për shembull, ne kishim po t'i kthehemi dhjetorit të vitit kaluar, për shembull, një vend të fqinjoni, Serbia, ka qenë i përgatitur për shumë kohë për të hapur të njëjtin grup kapitullin 3. Dhe ky vendim nuk u mor nga ana Bashkimit Evropian, sepse nuk u pa që niveli po themi dhe progresi i përmbushjes reformave ishte i mjaftueshëm, por lidhet, po themi, edhe me aspekte politike që lidhen me lehtësimin e limituar të Serbisë në politikën e jashtme dhe të sigurisë. Megjithëse ai kapitull nuk është në këtë grup kapitullin 3 për cilin po flasim. Pra, për t'u kthyer sërish, vullneti politik është shumë i rëndësishëm. Tani, po t'i referohem me raporteve të Parlamentit Evropian, Parlamenti Evropian ka gjitha, po themi, forcat e gjithë spektrit politik aty brenda. Do ndonjëherë peshon edhe një frazë apo një fjalë njërit grup politik sesa një grupi tjetër, nuk do jepja një rëndësi, po themi, nuk do jepja një peshë më shumë se çka, jo proporcionale. Sigurisht është e rëndësishme, thash, të gjithë aktorët dhe gjithë forcat politike dhe parlamentit përfshihen në këtë proces dhe të kenë jo vetëm njohuri, po të ndjenë se janë pjesë e procesit. Pra raportet, për një koment tuaj, raportet nuk duhen lexuar kështu si ligje, si thua, që dalin nga Parlamenti Evropian. Janë një qëndrim që mund të anojë nga njëra anë më shumë me një grupi parlamentar, por nga ana një tjetre. Unë do thoja që është shumë e rëndësishme. Prandaj do një komentuajmë për këtë raportin Parlamentit Komisionit të Jashtëm Parlamentit Evropian. Do thoya në këtë moment që jemi është shumë e rëndësishëm puna me Komisionin Evropian. Është shumë e rëndësishëm raporti e Komisionit Evropian, puna që po bëjmë dypalshe në lidhje me negociatat, dhe unë pastaj mendoj që është shumë e rëndësishme puna që bëjmë me vendet anëtare. Domethënë për t'u kthyer pyetjes në lidhje me komunitetin politik evropian, partneriteti i thelluar dhe marrëdhënia shumë, po themi, ndërveprimi i thelluar me vende si Franca, të vazhduarit e punës me vende si Gjermania, me Italia, edhe në fushat e caktuara që lidhen me këto kapituj, është jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse jo vetëm që na ndihmon ne të kemi më shumë ekspertizë dhe kapacitete, por i bën dhe vendet anëtare në jenë pjesë e këtij procesi, dhe jo vetëm në fund pastaj të thonë po se jo, për t'i dhënë dritën jeshile anëtarësimit. A jemi ne aktualisht një vend, si thua, lider në Ballkanin Perëndimor, edhe për shkak proceseve integruese, por edhe vëmendjes për shëmbajtje e samitit, Komiteti Politik Evropian, ana ka krijuar, po themi, këtë aureol të një lloj lideri në Ballkanin Perëndimor? Unë mendoj që Shqipëria patjetër që ka arritur që, siç e thash, të krijojë një vend të spikatur në atë hartën mendore të evropianëve dhe mendoj edhe më gjerë se sa, edhe jashtë Evropës. Pra ka bërë një punë, mendoj vitet e fundit të jashtëzakonshme për sa i përket diplomacisë publike. Dhe në këtë sens mendoj që mund të përdorim dhe një term marrëdhënieve ndërkombëtare që është krijimin e një identiteti të vetën si një forcë butë në rajon, sidomos një rajon me problematika që ne i njohim dhe për cilin ka pas gjithmonë një perceptim nga ana e Bashkimit Evropian dhe vendet anëtare që është një rajon që më tepër sjell probleme dhe pasiguri. Kështu që unë mendoj Shqipëria ka kontribuar pozitivisht në krijimin e kthimin e kësaj narrative, që edhe Ballkani Perëndimor, jo vetëm Shqipëria, po edhe rajoni mund të bëhet
kontribues, mund të jetë kontribues për sigurinë evropiane. Fakti që janë dhe 3 vende nga 6 3 vende anëtare të NATO-s e përforcon këtë narrativ. Dhe në këtë sens unë mendoj që fakti që në Shqipëri, në Tiranë janë organizuar një numër samitesh tani, një numër aktivitetesh të këtij niveli të diplomacisë shumëpalëshe, si samiti i IPC-s apo më parë samiti i procesit Berlinit, samitin kuadër të OSBE-s, do kemi samitin e NATO-s për pak kohë. Unë mendoj që patjetër që është një hap që përforcon këtë identitet të Shqipërisë. Për sa i përket pasaj zgjerimit, për momentin, siç e thash, po kemi një përshpejtim të procesit që nuk e kemi pa me vende të tjera kandidate, por nuk do ngelesha, po themi si thua shpejt një terminologji se a jemi ne front runner, jemi lider apo jo. Mendoj e rëndësishme është të arrim në finish. Të arrim po themi përmbushjen e detyrave, mbylljen e kapitujve, mbylljen tranzitore pak në gjithë kapitujve, brenda këtyre grup kapitujve deri në 2027. Një pyetje që ne bëjmë shpesh në studio, kjo 2030 është vit i vendosur kështu pak politikisht apo është vërtet i mundur? Megjithëse edhe përfaqësuesit e institucioneve, edhe zonja Marta Kos apo von der Leyen 2027-ën, por dhe fundin e 2029-ës e kanë vizuar shpesh si një mundësi. Nëse ecet me të njëjtin ritëm që po flasim, pra që ne mbarojmë komplet punën teknike deri në 2027 me kapitujt, unë mendoj që është e realizueshme. Nëse nuk ka një problematik të natyrës politike nga vendet anëtare, një vend që mund nxjerrë një çështje dypalëshe, një vend që nxjerrë një çështje që lidhet me referendum, me opinionin publik, pra kemi një ndrrim leadershipi, qoftë nuk ka problematika të tilla, unë mendoj është e bëshme. Dhe nëse është një premtim politik apo teknik, unë mendoj jam të dyja. Patjetër që është dhe një premtim politik dhe ne nuk është një datë e ardhur nga vendet kandidate nga ne. Është një datë në fakt e dalë nga Brukseli. Nuk është një datë e shpikur, si thua nga ne që nuk ekziston. Dhe pyetja e fundit lidhet me kohën që po na merr ky proces. Duhet mburremi ne që po ecim më shpejt, se dëgjoj shpesh këtë edhe nga politika që ne po ecim më shpejt, pak vende kanë ecur kaq shpejt, apo ka edhe vende të cilat mesatarisht kanë pasur të njëjtën ecurisin në proceset ku kanë qenë kandidata? Me këtë ecuri ndoshta nuk do thoja që ka pasur vende, por sigurisht që ka pasur front runners, si quajmë, pra ato në vijën e parë edhe që kanë ecur me ritmet më të përshpejtuara, sidomos Malizi në momentin që i hapi negociatat, pat një fazë që eci shumë shpejt me hapjen e kapitujve. Por duke hapur, po themi, negociatat me një sistem komplet të ndryshëm, duke hapur, po themi, me sa mbaj mendoj me kapitull 25, ne i kemi hapur me kapitull që kanë më rëndësi për procesin dhe që lidhen me ato që janë themelor, pikërisht sundimin e drejtës së ligjit, me sigurinë, reformën e gjyqësorit dhe kështu me radhë. Dhe unë mendoj, ajo çfarë është e rëndësishme është që ne të ruajmë, si i thonë në gjuhë popullore, të ruajmë shenjën. Pra deri në fund ne të mbajmë të njëjtën me konsistencë, të njëjtin ritëm dhe të mbajmë të njëjtën vëmendje, sidomos për sa i përket reformave themelore. Faleminderit për kohën, ishte kënaqësi gjithmonë biseda me ju që të kuptoni pak më shumë. Faleminderit juve. Faleminderit. Ishim me profesoreshën e Kolegjit të Evropës, me Odeta Barbullushin, për një bisedë për procesin e integrimit. Kemi ardhur njëkohësisht edhe në fund të takimit tonë të përditshëm, do të shihemi sërish nesër.